Parku Arkeologjik Shkodër gjatë 2 muajve të parë të vitit 2025 ka mirëpritur mbi 4.700 vizitor, 27% më shumë krahasuar me vitin 2024. Shifra u bë njohur nga Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Goxha, ndërsa ndau foto nga vizitorë të ndryshëm në rrjetet sociale. Turistët në Shkodër ndalen në Kala për një vizitë, ndërsa ndodhen qofte edhe tranzit drejt veriut të vendit. Kalaja e Shkodrës ka pozicion të atill që nuk tërheq vetëm për vlerat e trashëgimisë turistike historike, por edhe për peizazhet fantastike që mund të shihen prej saj me liçenin dhe luginën e Bunës. Parku Arkeologjik Shkodër është një destinacion ku historia dhe natyra krijojnë peizazhin perfekt. Kalaja, ajo që vazhdon të tërheqë më shumë vëmendjen e vizitorëve vendase të huaj, është një nga më të bukurat në rajon, duke qenë se edhe pozicioni i saj strategjik ofron një fushpamje mahnitëse. Numri i vizitorëve në Kalan e Rozafës vitet e fundit ka qenë gjithnjë në rritje. Parku Arkeologjik Shkodër ka një sipërfaqe për rreth 70 hektar, Rozafati me një sipërfaqe prej 3.6 hektar dhe një perimetër muresh rrethues prej 881 metër. Është objekti më i rëndësishëm i parkut, ajo dominon mbi një kodër shkëmbore, ndërmjet lumenjve Drin dhe Buna në hyrjen juglindore të qytetit të Shkodrës. Gjurmët antike të saj, teknika e mureve me bloqe poligonal, ruhen pranë hyrjes kryesore dhe datojnë të shekullit 4 para erës son. Kalaja kishte një rol të rëndësishëm si qendër e fortifikuar ilire gjatë periudhës së mbretit ilir Genti në mesin e shekullit të 2 para erës son. Historiani romak Tit Livie quante Shkodrën vendin më të fortifikuar të fisit ilir të Labeatëve. Kalaja njihet me emrin Rozafa, të cilin duhet ta ketë marrë aty mes shekullit 5-6.